Shqipëria përmendet si një nga opsionet e mundshme për itinerarin ajror të presidentit rus Vladimir Putin nëse ai vendos të marrë pjesë në samitin e ardhshëm me Donald Trumpin në Budapest. Për shkak të ndalimeve dhe sanksioneve në fuqi nga Bashkimi Evropian, udhëtimi i Putinit drejt Hungarisë do të përballet me vështirësi serioze logjistike, politike dhe ligjore. Për të arritur në Budapest, avionit presidencial rus do t'i duhet të kalojë mbi hapësirën ajrore të vendeve të NATO-s ose BE-s, përfshirë edhe vende që janë shpallur jo miqësore nga Moska. Rruga përmes Ukrainës apo vendeve si Polonia dhe Slovakia është e papranueshme. Si alternativë më realiste përmendet një itinerar përmes Turqisë, mes Dheut, Malit të Zios e Shqipërisë dhe Kosovës, më pas Serbisë dhe në fund Hungarisë. Ky korridor ballkanik, siç e quajnë ekspertët rusë, shihet si e vetmja mundësi reale, megjithse edhe ai nuk është pa rreziqe. Kanale pro-Kremlinit në Telegram kanë ngritur shqetësime për sigurinë gjatë fluturimit, duke përmendur madje nevojën për një eskortë ajrore të NATO-s ose SBA-ve mbi territorin evropian, një sugjerim që duket i vështirë për t'u realizuar. Nga ana tjetër, Hungaria, megjithse aleate politike e Putinit, është anëtare e gjykatës penale ndërkombëtare. Kjo do ta detyronte teorikisht Budapestin të arrestonte presidentin rus nëse ai hyn në territorin e tyre për shkak të mandatit të arrestit të lëshuar nga gjykata penale ndërkombëtare për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Ukrainë. Budapesti ka shpallur tërheqje nga gjykata, por ajo nuk hyn në fuqi para një viti. Burimet diplomatike europiane theksojnë se çdo fluturim i tillë do të kërkojë autorizime të veçanta nga shtetet anëtare të BE-s për shkak të ndalimit aktual për fluturimet ruse. Komisioni Evropian ka konfirmuar se janë vendet individuale ato që mund të japin përjashtime, por asgjë nuk është e garantuar. Organizimi i një samiti të tillë në Budapest shihet si fitore propagandistike për Kremlinin dhe sfidë për Bashkimin Evropian. Është gjithashtu një goditje drejt për Ukrainën, pasi në Budapest, më 1994, u nënshkrua memorandumi i Budapestit, në të cilin Ukraina dorëzoi arsenalin e saj bërthamor në këmbim të garancive për sovranitetin dhe integritetin territorial, garanci që Rusia i shkeli më pas.